Në një djalje për mediat, pas mbledhjes së kryesisë të grupit negociator të Partisë Demokratike Sali Berisha, konfirmoi mbështetjen për kandidaturën e aktorit të njohur Florian Binaj për Bashkinë e Tiranës. Grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Deri më tani, dakordsinë ka shprehur vetëm Partia Shqipëria Bëhet, por Kryedemokrati shprehu besimin se edhe partitë e tjera opozitare do t'i bashkohen mbështetjes për kandidatin e pavarur. Në këtë dalje, Berisha hodhi poshtë pretendimet se opozita po bllokon punën e Komisionit Rregullator, i cili duhet të miratonte afatet për zgjedhje të pjesëshme vendore. Sipas tij, çdo akt duhet të respektojë kushtetutën, pavarësisht interpretimeve që sipas tij bën këshilltari i presidentit dhe Edi Rama. Pra, ata do respektojnë kushtetutën. Sepse avokatët e Erion Velis, me sa di unë, dekretin Bajram Begos e presidentit, e kanë quar në gjykatë kushtetuese përsëri. E kanë quar. Është e drejtë e tyre. Dhe sigurisht çdo jurist nuk mund bëhen as Rusmail, as Bajram, as Edi Ram. Të qëndron ligjit. Ligji kërkon që të pritet vendimi i gjykatës. Me këtë vendim, Partia Demokratike tregon një strategji të qartë për zgjedhjet e pjesëshme në Tiranë, duke u përqendruar në kandidat me profil të lartë publik dhe mbështetje të gjuhës qytetare në përpjekje për të përballuar sfidat e partisë në pushtet.